Aeroporti i Rinasi tashmë është kthyer në një destinacion i cili tregon për ndryshimin dhe zhvillimin e jashtëzakonshëm që ka marrë turizmi në vendin tonë. Vetëm në 10 muajt e parë të vitit janë mbi 10 milion qytetar, pasagjerë që kanë kaluar dhe kanë përdorur sistemin elektronik apo portën elektronike e-gate. Është një sistem në fakt që ka krijuar lehtësi. Është një sistem që nuk lodhet, nuk mërzitet, që nuk harron së thëni faleminderit apo mirë se erdhe, ndryshe nga njerëzit që shpeshherë mund të kenë edhe ato shpërqendrimet e tyre. Një sistem elektronik që do ta shtrim dhe në 2 porta kryesore hyrëse, që është porti i Durrësit dhe porti i Sarandës, për ta bërë efektive që në muajt e verës të sezonit të ardhshëm të kemi mundësi të shërbejmë me të njëjtin standard edhe qytetarëve që lëvizin nëpërmjet detit, pra në portin e Durrësit dhe në portin e Sarandës. Gjithashtu besoj fort që ju si polici kufitare e keni shumë të qartë se sa e rëndësishme është që të bëjmë një menaxhim të integruar të kufirit, të bëjmë një menaxhim i cili garanton pikë së pari sigurinë kombëtare, pikë së dyti zhvillimin ekonomik të vendit dhe së treti imazhin europian të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Kështu që një falënderim nga zemra të gjithëve për punën që bëni, për kushtimin, profesionalizmin që tregoni çdo ditë dhe patjetër ne do na keni mbështetje në shërbim për të përmirësuar akoma më shumë atë që është kryesore, mikpritjen që shqiptarët e kanë pikën e tyre më të fortë. Aeroporti i Rinasi tashmë është bërë port hyrëse jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë rajonin. Mund të përmendim dhe diçka që është muaji i 6 tetori që ka pas mbi 1 milion pasagjerë në muaj dhe me ç'duket situata edhe muajt e tjerë kështu do vazhdojnë për shkak të festave të fundvitit. Dhe gjithashtu dhe unë gjej rastin t'i falenderoj punojësit, padyshim është puna e këtyre kryesisht dhe mund të konfirmoj që është nga strukturat më moderne e policisë shtetit. Minutat e pritjes janë ulur pothuajse domethënë krahasimtar me aeroportet e rajonit dhe janë minimale. Për shembull duhet thënë që në Europë tani është futur ai sistemi me face recognition që siç e tha edhe kryeministri në një nga podcastet e veta, edhe ne jemi të angazhuar për ta realizuar sa më shpejt këtë risi teknologjike edhe në Shqipëri.